Pas vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja që tronditi thellë vendin, presidenti i Republikës Bajram Begaj ka nisur disa takime me krerët e institucioneve të drejtësisë në kuadër të një konsulte për masat që duhen marrë. Presidenti Begaj ka zhvilluar këtë të premte një takim me krerët e institucioneve më të larta të drejtësisë në vendin tonë, ndërsa takimi vjen disa ditë pas ngjarjes tragjike në gjykatën e apelit, ku vra gjyqtari Astrid Kalaja gjatë seancës. Në zyrën e presidentit Begaj kanë qenë të pranishëm kreu i SPAK Altin Dumani, kreu i Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani, kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor Ilir Rusi, kreu i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi dhe kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani. Burime nga presidenca bëjnë me dije se fokusi ka qenë pikërisht tek rritja e sigurisë në gjykata. Një ditë më parë, 260 gjyqtarë të Shqipërisë zhvilluan një mbledhje urgjente ku kërkuan krimin e një force të posaçme sigurie në gjykatat e vendit.